nuk është i mjaftueshëm futboll nëse nuk e ki edhe personalizmin e mbi gjitha nëse nuk e ki durimin që e kanë veç kombëtarët e mëdha. Sepse kur e pashën në ndeshjen dola pak para se me përfundu, edhe me një mik që shikova, tha përfundoj gjithçka, thash, s'kisha thonë, a vëden. Me kombëtarën e Argjentinës nuk kisha thonë, me Gjermani nuk kisha thonë, me Francën nuk kisha thonë. Do thotë janë kombëtare të cilat tregojnë që ato luftojnë deri në sekondat e fundit dhe gjithçka është e mëshme. Kështu që këtë anën e referve nuk e kum pa. E tha profa një gjë shumë të mirë, e kum ndje dhe vetë si lojtar që e ndjejnë padrejtësinë, do të thonë është e ndjejnë lkurë dhe në shpirtin tonë. Edhe unë e kuptoj se ajo ndeshja atyre e patën futbollin shumë të mirë. Do të thotë egjiptianët arritën që edhe një Mesia me zhvesh, Messi nuk e gjallë për një 60 minuta, 70 minuta. Deri minutën e 70, po. Do të thonë derisa u rizgju, që po thojnë media gjermane, derisa u rizgju Zoti, edhe mandej e kryti punën e vet. Po keni ndeshje tepër e mirë, edhe unë besoj që Egjipti nashta e kish meritu me qenë finale për mi dhonë fuqi, mi dhonë forcë edhe futbollistëve të tjerë që kanë njerë edhe dëshira, edhe të qenë luftarak, edhe me dhonë shpirtin fush që thojnë, nga njëherë din me u kthy në favor edhe në rezultat. Po keni ndeshje padyshim tepër e bukur, tepër e mirë, me shumë drama, edhe kur janë ndeshjet e mira me shumë drama, nëse nuk ka referi atë, doja e mandej është e përgjithshme, kështu që referi pak e shitër. Ke lojë e bukur.